Në prag të sfidës së shumëpritës që do të luhet të shtunën në Leskovac, trajneri i Serbisë, Dragan Stojković, ka folur në prag të duelit. Ai u ndal fillimisht te krahasimi me ndeshjen e parë në Tiranë, duke theksuar se atmosfera atje ishte argjentinase. Aty ishte si të luanin Boca dhe River, një atmosferë jashtëzakonshme, edhe pse pati tension ne qëndruan të qetë dhe kontrolluam lojën. Këtë herë do të jetë ndryshe, ne jemi vendas, ata do luajnë pa tifoz dhe duam të tregojmë cilësinë tonë përmes lojës dy luftuese. Do të jetë një sfidë me shumë intensitet, e pamundur të jetë e mërzitshme, ka thënë trajneri serb. Mëtej ai theksoi se ka vendosur tashmë edhe formacionin titullar. Nuk kam dilema për 11-ën e parë, kam folur me Samardžić dhe Kostić, pres më shumë prej tyre. Petrović do të jetë titular, ndërkohë që Rajković, i cili është zëvendës kapiten, nuk do ta nisë nga fillimi. Strategu i Serbisë foli edhe për lojtarët e ri të grumbulluar, duke u ndalur te djali Dejan Stanković. Jam shumë i kënaqur me cilësinë dhe sjelljen e tyre. Kanë treguar motivim dhe talent i madh. Disa prej tyre janë në ardhmja e futbollit serb. E dinë rëndësinë e ndeshjes. Jemi të qetë dhe të përqendruar. Qëllimi ynë i vetëm është fitoria. Nëse shqiptarët janë më të mirë se ne, do t'i përgëzojmë, por nuk besoj në këtë. Mendoj se ata do të jenë ata që do na përgëzojnë ne.